Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili, në fakt edhe pse nuk doja ta prek si temë sepse më duket jo normale të prek një temë të këtillë, por më takon publikisht ta prek sepse kam patur reagime edhe nga fansat, nga ndjekësit, duke më shkruar në faqet e mia zyrtare, Tiranë çfarë po ndodh, nga që unë jam një nga gazetarët që kam komentuar dhe kam trajtuar më së shumti rastin e zonjës Parashqevi Simaku, ndoshta edhe duke dalur kundër shumë akuzave që në kohën kur Eltoni Liriani dhe zonja Elvira Tata e nxorën rastin e Parashqevis, do me thënë publikisht, dolen akuzat të ndryshme, ka patur fajsime të ndryshme, ka patur fjalë të cilat hidheshin nga goja e të tjerëve, vetëm nga fakti hajtë se të flasim në gjë, unë jam munduar që të flas në zërin, ndoshta në zërin e zonjës Parashqevi Simaku për të qenë sa më me këmbë në tokë dhe për të folur për vlerën që ka ajo si artiste, sepse në fund të ditës vetëm Parashqevia është ajo që e di sekretin e vet shpirtëror për çfarë arsye përzjodhi që të qëndrojë në rrugë ashtu siç edhe e tha tek televizioni Klan. Ditën e djeshme, fatkeqësisht, u bë një intervistë. Një intervistë që moderator ishin Ronaldo Sharka, ku e ftuar, do me thënë, ishte Shqipe Hysenaj, një ish banore e Big Brotherit dhe një ish konkurente e përputhen. Në asnjë mënyrë, do me thënë, nuk e gjykoj mënyrën se si Shqipja mund t'i bën intervistat, por në asnjë mënyrë nuk e gjykoj dhe Ronaldon se si mund t'i bën intervistat, do me thënë, çdo njeri, çdo gazetar, çdo moderator ka konceptin e vet. Brënda kësaj interviste, u përmend edhe emri i zonjës së madhe, i divës së madhe, i artistes e cila ka kontribuar me shpirt për artin shqiptar, zonjës Parashqevi Simaku, ku në këtë intervistë u huth një akuzë e cila u huth në formë thashë e themi. Do me thënë, Shqipe Hysenaj kishte dëgjuar që zonja Parashqevi ka përfunduar në rrugë sepse u ka marrur burrat grave të tjera, do me thënë, ka marrur burrat e martuar. Kjo një akuzë tepër e rëndë. Dhe me njëherë pas lajmit të këtill, që të më thënë nuk e di pse erdhi ky lajm, reagimet ishin të ashpra, komentet ishin të ashpra në mbrojtje të divës shqiptare zonjës Parashqevi Simaku. Eltoni Liriani në Instagramin e tij zyrtar foli për rastin në fjalë, komentoi për rastin në fjalë dhe dha një premtim që dy protagonistët, të cilët kanë folur, duke folur Eltoni ligjërisht me advokatët e tij në Shqipëri, do të ndiqen penalisht. Do me thënë, rasti për shpifje, për akuza ndaj personazhit në fjalë, ndaj divës shqiptare Parashqevi Simakut, do të përfundojë në gjykatë. Tani, Eltoni foli, por edhe unë do flas sepse mua më takon, nga që unë jam gazetari e thash edhe njëherë që e kam trajtuar këtë çështje shumë. E para njëherë, ne si shqiptar i kemi shumë qejf tash e themet. Gjithmonë dim të flasim për tjetrin, po lëre që dim të flasim, po dim dhe t'ja vëm vulën. Duke mos patur as argument, duke mos patur as fakt, duke mos patur as një lloj fotografie të asaj që ne e themi. Ne thjesht ulemi të pim kafe dhe biseda jonë është kështu. Filani ka bërë këtë, fallani ka bërë atë, fisteku ka bërë këtë. Dhe kjo mbetën në kuadër të thashethemeve, por thashethemi përhapet dhe shndrohet në lëndim shpirtëror, që në këtë rast diva shqiptare, zonja Simaku, me patjetër që u lëndua shpirtërisht edhe u thye, sepse të akuzohet një artiste gjigande, një artiste me përmasa, si që ka qenë e madhja Parashqevi Simaku, që gjeneratat e viteve të 94 e din shumë bukur, që në atë kohë nuk ishte YouTube-i, nuk ishte Facebooku, nuk ishte Twitteri që ti të klikosh edhe të ndëgjosh, por në atë kohë ishin gjërat me minutash, me orar, që do me thënë Parashqevi Simaku ndëgjoheshte nga Tirana, në manastire, nga manastiri në Ulqin e Prishtin, do me thënë, kudo ku kishte shqiptar dhe për të arritur këtë famën, ti nuk ishe kot, por ishe një artiste e madhe, e garantuar dhe një grua e fuqishme në skenë. Normalisht
që artistja e madhe si Maku nuk e ka pas të lehtë rrugtimin e saj, sepse nuk e kemi të lehtë ne sot që dim t'ja bëjmë reklamën vetes, që rrim tërë ditën në TikTok, që rrim tërë ditën në Instagram, domethënë që dim të bëjmë reklam, dhe jo një artiste e asaj kohe që reklamën e vetme e kishte minutazhin e shkurtër dhe urrëtitjen e madhe, sepse atëherë që të gjithë dëshironin të bëheshin artist, sepse ka qenë niveli më i lartë i njerëzimit. Të flitet për një zonjë e cila me shumë dashuri foli në intervistën tek Blendi Fevziu duke mos e thënë asnjë fjalë të keqe për askënd, sepse në fund të ditës, nëse ne do ta kërkojmë të vërtetën e madhe për zonjën Parashjevi Simaku, janë 99% pikërisht kolegët e saj të cilët kanë dëmtuar shpirtin e saj, por ajo nuk e përzjodhi këtë gjë, ajo përzjodhi qetësinë, përzjodhi stabilitetin me të gjithë dhe të lërë një fjalë të mirë në intervistën e saj. Dhe të merresh, të ofendosh, të shpifësh për një personazh siç është zonja Simaku, kjo është e turpshme. Parashjevia ka nevojë vetëm për dashurinë tonë. Parashjevia ka nevojë vetëm për buzëqeshjen tonë. Parashjevia ka nevojë që ne t'i themi një fjalë të bukur, sepse në fund të ditës ajo është nëna jonë. Me moshën që ka është nëna jonë realisht. Ajo nuk ka nevojë që nga fëmijët e saj, sepse ne jemi fëmijët e saj, të dëgjon fjalë nga më të rëndat, nga më të tmerrshmet për artin e saj. Për të folë ne për të kaluarën e Parashjevis jemi shumë të vegjël. E kaluara e Parashjevis është e kaluara e saj. Parashjevia është këngëtare e viteve të mëhershme, ne jemi gjenerat më e vonshme, por kemi fatin që jemi rritur dhe kemi dëgjuar këngët e Parashjevis, sepse Parashjevia ka krijuar art deri në atë shkallë, sa që është transmetuar vite e vite, le të themi dekada dhe dekada. Dhe ky art nuk mund të vijë nga një këngëtare kot. Parashjevia nuk është këngëtare, do me thënë mos e fusim Parashjevin te këngëtarja, është artiste. Dhe pikërisht, një artiste e madhe të dëgjon këto fjalë për disa klikime, sepse në fund të ditës për klikime bëhet fjalë, kjo është e tmerrshme. Andaj unë apeloj ndaj të gjithë mediave, pikërisht edhe ndaj vetes time, sepse njëherë nis nga vetja ime për të drejtuar te mediat e tjera, që të jemi më të kujdesshëm, të dim se çfarë të flasim, të dim se çfarë të shprehemi. Klikimet bëhen edhe duke kujtuar artin që zonja Simaku ka bërë, edhe duke kujtuar një këngë të saj, edhe duke kujtuar një tekst të bukur të saj. Klikimet bëhen në çfarëdo lloj mënyre, por jo duke ofenduar dhe duke denigruar privatësinë e zonjës në fjalë, sepse normalisht që nuk është e lehtë për zonjën Parashjevi, por nuk është e lehtë as për djalin e saj Lukën, që Parashjevia lufton me shpirt që ta ketë në krah të saj. Unë dua t'i drejtoj një mesazh Parashjevis sepse kam kontakt edhe personalisht, po do t'ja drejtoj publikisht sepse e di që e ndjekën podcastin tim dhe më ka komplimentuar dhe unë të falenderoj shumë. Mos dëgjo se çfarë thot bota, dëgjo shpirtin tënd dhe jemi ne që të duam dhe në asnjë mënyrë ti nuk do të jesh Parashjevia e vetme, por je Parashjevia e të gjithë shqiptarëve ashtu siç ke qenë historikisht.